Për i dobive të agjerimit, çka i kemi domethënë është pretësia psiqike, e cila domethënë normalisht edhe në për u shikon histori domethënë të popujve të ndryshëm, qoftë të religione të ndryshme, çdo herë e kanë pas këtë idenë domethënë që sa më pak me hungur ose me nejtë gjatë pa ushqim. Studimet kanë treguar se gjatë agjerimit përmirësohet funksioni kognitiv, domethënë i njohjes, i japim kohë mikrobiomës në zor me marrë veten. Edhe njëkohësisht edhe shkakton uljen e stresit edhe të inflamacionit. Që është inflamacioni njëri prej faktorëve sot që ka bën të lashën shumë trupin tonë për shkak të konsumimit të sheqerit, i cili i rrit inflamacionin, që është sheqeri i bardhë ose përgjithësi to ëmbëlsues që janë artificial, rrit inflamacionin dhe kur rrit inflamacionin në organizëm është një falloj gjendje të luftës vazhdueshme. Tash po mendoj një shtet i cili është vazhdimisht në gjendje lufte me një shtet tjetër dhe e streson ushtrinë ekstrem dikur ama ushtarët të lodhen, domethënë. Kur dia kohë na shta me luftu një armik që të ka hyrë një virus apo një bakteri, ata veç dorëzohen në betejën e parë. Te kufizimi kalorik, kjo është domosdoshmë kur nuk konsumohet ushqim rreth në periudha prej 18 deri në 20 deri në 48 orë. Normal, do të me pi ujë këto kohë,